bëri një gol Shqipëria, Skandalet e 1-0 për Shqipërinë, më në fund. Mund ta kishim bërë që pjesën e parë, por Aslani ka bërë golin për Shqipërinë. Pse më ylli, Shumë do barazoj Andorra. Kënë qik detyrim ndaj Po unë kuptoj mos jesh me Shqipërinë, po ti je armiqësor me Shqipërinë këtë. Këtë se kuptoj. Tani këtë se kuptoj. Nuk është se do lë Gjermaninë jashtë kampionatit. Ose mirë me qenë shqiptare urrej, me thënë drejtën. Në veris nuk e urrej se është fjalë fort. Ti mos e recito, por mos e përdor, po jo. Jo, nuk e përdor, është neveri, është. Jo, dakord, po. Kjo nuk është një gjë e mirë me qenë shqiptare, thënë drejtën. Jo. Nuk e kam krenari fare. Kur më pyesin një çaj edhe Çfarë thua? Gjerman. Po si them azë. Po pse çfarë të bën këtë kompleksa se dolëm nga protestat te kjo, prej golit. Okej. Pse çfarë të bën që të kesh këtë kompleks të thuash që jam shqiptar? Po nuk është gjë e mirë, më pse është kompleks? Po pse është gjë e mirë? Po s'm pëlqen më. Ka çfarë të bëhet, pse duhet të jap shpjegime tani, duhet të pëlqej se s'bën. Çfarë do duhet ishe? Bangladeshës. Çfarë do duhet ishe? S'du më të jem asgjë, do një mirë i lirë, futja kot. Pse duhet më pas se s'bën një dëm? Qytetari botës je, po ke një nacionalitet, një kombësi. Te protesta. Jo, te ligji i gjinive, e kupton? Ç'është më bet kot. Pse duhet më pas i dëm se s'bën? Dam ke quan? Po dam është edhe tani, le. Hajde, vazhdojmë. Po e lë. Nuk është çështje zgjedhje ajo. Kombësia nuk është çështje zgjedhje. Po na gara për hise kaq, po nuk është në kënaqësi e kam fjalën. Jo, unë kam kënaqësi dhe krenari. Okej, në rregull. Dakor, s'është në gjë. Mirë, Manjan, te protesta. Mund të jesh edhe a nacionale, kupton si puna ime, njëri kështu. Që s'do të kesh nacionalitet fare. Sa kam qef nacionalitetin. Nuk është çështje debati, kjo, më thënë drejtën është zgjedhje që ka. Jo, është zgjedhje Manjanit, jo thjesht isha kurioze. Jo, as zgjedhje, se nuk e zgjedh dot, më ka ngel. E kam dëmkën, po. Kombësia nuk është zgjedhje. Theu pak te protesta që pse nuk e lë Niko Peleshi PD-n që të flasin në parlament, opozitarëve nuk i intereson shumë. Po skandalet e qeverisë janë një arsye për të protestuar? Atëherë, shiko, ka një problem shumë më të madh se sa kaq. Kush? Cila ka të bëjë me orientimin politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Për mua është një organizatë politike e shkalafatur. Nuk e kisha menduar që do vjen te konkluzion, por kam ardhur te konkluzion që ndoshta shërbimi i fundit i mirë që mund t'i bëjë shoqërisë shqiptare, Partia Demokratike është ta uli qepenin. Si ta uli qepenin? Absolutisht të largohet nga skena politike. Si të largohet? Të mos ekzistojë më. Po ka 500.000 vota tani, vetë ke thënë në emisionin. Të mos ekzistojë më si subjekt politik. Shoqëria shqiptare që të riorganizohet politikisht. Po çfarë ta bëjmë? Ta lëmë mazhorancën të vetme këtu tani? Mazhoranca po rrin gjithsesi. Edhe duke ne PD, mazhoranca çfarë po i bën? Po janë 500.000 vota gjithsesi. Po këta 500.000 vota nuk po i bën asgjë. Vetëm po e forcojnë mazhorancën. Qoftë me këto protestat e skandaleve. Dakor? Dhe pas një shpresë, pas 0-0-0. Në vokabularin e një opozite që ka vetëm denoncim, kallëzim, spionllëk, vila, korrupsion, lollolom, tutudum, pari dhe asgjë, si shpresë, zero. Qa do ndodhe nesër? Libra të zi, sa herë bën zi dhe bën libra të zi. E kupton, po qa kjo është muhabeti? Na thushin e vodhen, po e dim që ka vjedh. Ti qa bën? Pra, thelbi është që mas gjithë saj kohë, shoqëria shqiptare është mësuar me këtë idenë që është një opozitë që duhet është aty sa për të rraf. E kemi aty e rrafim zgjedhje dhe edhe mbaron historia. Protestat janë një mënyrë për të përfituar pak terren politik. Protestat janë çështje ndjesie publike. Dhe Partia Demokratike ka vite që është larg ndjesive publike. Pra ne u përmenda pak më parë që ato 1001 arsye të shoqërisë nuk arrin të i artikulojë Partia Demokratike. Nuk i ka të vetat. Kjo është gjithë thelbi i gjës. Pra, ne jemi në një debat politik, është përzën Sali Berisha nga parlamenti, se ka shah Gonzadon, pra u doq nga Gonzado dhe i frikosit në Bruxelles. Se kjo ka ndodhë në them, edhe hajde tani të i frim kosit gjithë dhe dalim protest. Përjashtimi 10 ditore solli protestat, ja. Po me tani, edhe kjo është pjesë e kësaj, e kupton? Pra, duhet të them që të mbyll atë argumentin që nisa, shoqëria shqiptare që të riorganizohet politikisht ka nevojë për një shok politik. Nuk e kam besu kur teorinë e shokut. Kush është teoria e shokut? Kam pasur gjithmonë kritik me teorinë e shokut të Direkt Gramos Pashko të viteve 90. Ndoshta ka patur të drejtë atëherë, por atëherë ishte një situatë shoku. Shoqëria ishte në shok ekonomik, shok politik, shok social. Kishte për në shok. Dhe prandaj edhe u riorganizua. Ai e kishte për shok ekonomik, po.